Përshëndetje fëmijë të dashur. Unë jam mësuesa Anifja nga Kopshti i Dallëndysheve në Kërçov dhe sot do të shoqërohemi së bashku. Me që ende jemi në stinën e pranverës, ku kemi gjelbrimin e natyrës, lulëzimin e pemëve dhe luleve, kthimin e zogjve shtektar, si dhe zgjimin e insekteve si bleta, milingona dhe gjinkallat. Pikërisht për këtë do t'ju lexoj një prallë për gjinkallën dhe milingonën. Gjinkalla dhe milingona. Ishte një ditë e bukur vere, me diell, dhe një gjinkalë e gëzuar hidhej nga sa një deng në një tjetër, duke kënduar një këngë të bukur, tra la la, tri li li. Në rrugë gjeti një copë kallamari, të gjatë, e punoi për merak dhe e bëri një fyll. Filloi të luante një melodi aq të bukur, sa që rreth saj u mblodhen fluturat dhe ketrat. Aty ndaloi edhe një milingonë e vogël e malgjepsur nga melodia e fyllit. Shumë shpejt u mblodhën edhe milingonat e tjera, dhe milingona më e vjetër u tha: "Çfarë po bëni? Nuk kemi kohë për këngë dhe argëtim. Kemi akoma shumë punë. Do të argëtohemi pasi të kemi mbaruar punët." Pasi dëgjuan këto fjalë, të gjitha milingonat u rreshtuan në radhë dhe vazhduan rrugën duke mbajtur secila nga një kokër të madhe misri në kurriz. Ditën tjetër, gjinkalla, që vazhdonte këngën e saj, pa milingona që mundoheshin të merrnin kokra gruri. Pas 2 ditësh, i pa që mbanin kokra sheqeri dhe ditën më pas copza karrotash. Milingonat punonin të palodhura për të mbledhur ushqim për dimën. Ndërsa gjinkalla vazhdonte këngën e saj, vallen dhe lojën. Por publiku filloi pak e nga pak të paksohej. Kështu një ditë ju afrua milingonës së vogël e tha: "Po punon kaq shumë këto ditë. Bëj pak pushim dhe eja të luajmë." Milingona e vogël ju përgjigj: "Nuk është koha për lojra, po nuk mblodhëm ushqim për dimën, do të na marrë uria të gjithëve." Gjinkalla ju përgjigj: "Dimri është akoma shumë larg. Sot është një ditë kaq e bukur për të luajtur." Por fjalët e saj nuk e prekën milingonën, e cila po shtynte një copës patate për në fole. Shpejt erdhi dimri. Jorgani i holl bore kishte mbuluar gjithçka. Gjinkallën e kishte marrë uria dhe nuk po gjente streja asgjë kundi. Mendoi se do të vdiste nga uria dhe i ftohti. Duke u dridhur e duke u zvarritur, arriti tek folea e milingonave. Ishte shpresa e saj e fundit, i ra derës. Milingona e vogël e hapi derën dhe shoqëroi gjinkallën tek mbretëria e milingonave. Milingonat brenda në fole luanin, kishin ngrohtë dhe dukeshin që po argëtoheshin. Kjo pamje e milingonave të lumtura e bëri gjinkallën që të bëhej pishman që kishte qenë aq dembele në verë. Ju lut mbretreshës që ta linte të rrinte me to. "Do bëj gjithçka të mundur për pak ushqim dhe ngrohtësi", u qa gjinkalla. Mbretëresha zemërbartë ju përgjigj: "Mund të rrish me ne këtë dimër, por në verë duhet të përgatitesh mirë për dimrin tjetër." "Të gjithëve na pëlqen kënga dhe vallëzimi, por duhet të dim kur është momenti i duhur për to", vazhdoi mbretëresha. Gjinkalla e falenderoi dhe për të treguar mirënjohjen milingonave, luajti melodi të gëzuara me flautin e saj. Kështu të gjithë së bashku kaluan një dimër të këndshëm. Verën tjetër, gjinkalla punoi po aq shumë sa edhe milingonat. Gjithashtu, sot do t'ju përaqes se si mund të modelohet një milingon nga një ushqim i shëndetshëm që duhet ta hajë çdo fëmijë, siç janë patatet. E gjitha çka ju nevojitet janë disa patate të cilat duhet t'i bashkojmë me kunja dhëmbësh dhe të formojmë trupin e milingonës, të cilën e vendosin në një pjatë dhe i vendosin disa kokra misri si dhe gjethe nga pemët. Kjo ishte e gjitha për sot. Shpresoj që ju pëlqeu. Ju përshëndes!